Faza akute e epidemisë së sëmundjes ngjitse në Gostivar është e kaluar, por në konsultim me Komisionin për Sëmundje Ngjitse është vendosur të zbatohet mbikëqyrje e shtuar shëndetësore gjatë fazës pasakute, deklaroi sot Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Uji i pishëm në Gostivar është ndaluar për konsum që nga 17 koriku, pasi institucionet konstatuan se për 22 ditë në rrjetin e ujësjellësit të qytetit ishte futur ujë ndotur me fekale përmes pompave. Deri më tani janë prekur 4.303 qytetarë. Më 19 koriku shpall epidemin, ndërsa më 21 korik qeveria shpalli gjendje krize 30 ditore në qytet. Edhe në let do matičните лекари до здравствените институции во Гостивар да сега фокусот го стават на следните предизвици. U bëj mbështetje mjekëve amë dhe institucioneve shëndetësore në Gostivar që të përqendrohen në sfidët e ardhshme, veçanërisht në monitorimin e hepatitit A dhe E, por edhe të sëmundjeve të tjera ngjitse që mund të shfaqen si pasojë epidemisë. Për këtë mbikëqyrje të shtuar do të dërgohen udhëzime për qendrën e shëndetit publik, institucionet shëndetësore dhe mjekët amë, si dhe udhëzime për komunikimin me qytetarët. Është thelbësore që rastet të zbulohen herët në mënyrë që të reagojmë në kohë. Institucionet shëndetësore tashmë janë të përgatitura si për testim ashtu edhe për trajtim. Ai shtoi se gjatë 4 ditëve të fundit numri i kontrollave të paramjekësore ka qenë mes 80 dhe 125 në ditë, por ende nuk mund të përcaktohet saktësisht se sa prej tyre lidhen drejt për drejt me epideminë dhe sa janë pjesë e rasteve të zakonshme shëndetësore. Nga 27 koriku, uji në komunën e Gostivarit mund të përdoret si ujë teknik, përkatësisht për larje, pastrim dhe nevoja të tjera shtëpiake, por ende nuk lejohet përpije dhe përgatitje të ushqimit. Klekovski theksoi se uji në Gostivar do të lejohet sërish për konsum vetëm pasi analizat laboratorike të japin 3 rezultate radhazi negative nga mostrat e testuara.